nuk mundesh me pas siguri pa ekonomi dhe nuk mundesh me pas ekonomi kur nuk i siguri. Duhet ndodhë diçka shumë e madhe në botë për me orë me sulmu dikush Kosovën. Çfarë do sulmi Serbisë ndaj Kosovës, do të thotë është sulm ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Pra, kjo është dami më i madh cillin e kena bo, ku e kanë ushqy këtë shoqëri se po na sulmo dikush që unë mendoj se mund të ketë aksese të caktume, po kur themi luftë e kur themi se po na sulmon Serbia, asnjëherë nuk duhet të harron shoqëria jonë se është NATO këtu, edhe është në rezolutën e Këshillit të Sigurimit. Asnjë vend në Ballkan nuk u kriju pa aprovimet e fuqive të mëdha. Pra, vetëm kur ka ndryshime të mëdha në fuqitë e mëdha, mund të ketë diçka të tillë. Përndryshe, Kosova është një prej vendeve më të sigurta në botë, një siguri të cilën e kena pas pa pagesën e shtetit tonë. Ne në vend që me përdor këtë siguri të cilën na u ka ofru falas, me zhvillu vendin tonë, me rrit ekonominë tonë, me kriju tregje, me pru investime, sepse nuk mundesh me pas siguri pa ekonomi, dhe nuk mundesh me pas ekonomi kur nuk i siguri. Na e kena pas sigurin, por ne kena dështu në ekonomi, dhe këtu besoj fuqishëm që është bo një padrejtësi e madhe e informimit të publikut të huaj që Kosova është vend i pasigurt. Kosova është vend i sigurt sepse është një prej vendeve më të sigurta në botë për shkak të cilën e kemi bashkësinë ndërkombëtare. Nuk është fuqizu ajo rezolut 1244. Në këtë rast është pozitive, është progresive. Do të thotë çdo sulm është ndaj Këshillit të Sigurimit. Cili shtet i vogël sikur Serbia mund ta cenon këtë rezolut.